Policia e Kosovës dëshiron të sqarojë opinionin publik lidhur me disa raportime të pasakta të publikuara kryesisht në qorshë dhe media serbe, të cilat në mënyrë të pavërtetë pretendojnë për një protestë, eskalim apo dhe përdorim të dhunës së tepruar ditë më parë, respektivisht me data 23 maj të vitit 2025 në Mitrovica Veriore nga ana e Policisë së Kosovës. Policia e Kosovës sqaron me përgjegjësi të plot institucionale se aktiviteti në fjalë nuk ka qenë protestë, por ashtu dhe siç ka qenë e bërë ditur më herët, është fjala për një defilim të maturantëve të komunës së Mitrovicës së Veriut, i cili aktivitet defilim ishte paralajmëruar paraprakisht dhe në mënyrë të rregullt në Policinë e Kosovës. Në funksion të garantimit të rendit të sigurisë publike, Policia e Kosovës me njësitë e saj të rendit publik ka qenë e pranishme gjatë këtij aktiviteti për të mbështetur zhvillimin e tij të qetë dhe pa incidente. Gjatë zhvillimit të defilimit, saktësisht tek pjesa e kafeterive, disa pjesëmarrës kanë filluar të provokojnë qytetarët që kanë qenë ulur në kafeteri me thirrjet Kosova është zemra e Serbisë dhe duke bërë simbolin me tregishtrinj. Në këto rrethona, me qëllimin e vetëm që situata të mos përshkallëzohet mes nxënësve dhe qytetarëve që kanë qenë në kafeteri, kanë ndërhyrë pjesëtarët e Policisë së Kosovës që kanë qenë të caktuar për mbavojtjen e këtij manifestimi apo të filimit. Veprimet konkrete. Në rastin konkret, ku zyrtarët e rendit publik të Policisë së Kosovës veprojnë për të parandaluar dhe për të kërkuar që të mos ketë provokime të mëtejme, në media ndryshme është shfaqur një person ndaj të cilit pretendohet se është përdorur dhunë e tepruar nga zyrtarët tonë policorë. Policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të kryer hetimet dhe ekzaminimet e nevojshme ku janë sqaruar të gjitha rrethonat dhe veprimet e zyrtarëve tonë policorë. Janë evidentuar imazhet e shfaqura tek personin në hapësirën e qafës, ku pretendoi se kishte gjak, ka rezultuar të jetë ngjyrë e vendosur nga shokët e tij të klasës. Në këto imazhe është vërtetuar se shenjat me ngjyrë në qafë i njëjti kishte pasur edhe para veprimit apo para intervenimit të zyrtarëve tonë policorë, ku shenjat e tilla me ngjyrë kanë pasur edhe persona të tjerë pjesëmarrës në këtë defilim. Po ashtu edhe në deklaratën e tij zyrtare të vetë palës, të cilin e ka dhënë dje në stacionin policor Mitrovicë, edhe cilin e ka dhënë në prezencë të prindit e tij, ka thënë se këto shenja janë të vendosur me ngjyrë markeri nga shokët e klasës së tij, pasi kjo është një traditë e cila sipas tij përdoret në festat e maturantëve të shkollave të mesme në Mitrovicë Veriore. Vlen të potencohet se gjatë intervistës së tij, i njëjti nuk ka poseduar ndonjë lëndim të shfaqur, gjë që dëshmon se ka pasur ngjyrë me mesazhe të caktuara në pjesë të tij. Përkundër sfidave sulmeve të vazhdueshme me të cilat janë ballafaquar pjesëtarët e Policisë së Kosovës në 4 komuna të veriore, nuk kanë munguar asnjëherë profesionalizmi i tyre me qëllim të vendosjes së rendit dhe ligjit dhe ofrimit të sigurisë për të gjithë qytetarët tonë pa dallim në atë pjesë. Si jo, ashtu dhe partnerët tonë janë në dini që për çdo të kalim të autorizimeve apo detyrave nga cilit do pjesëtari i Policisë së Kosovës janë ndërmarrë menjëherë masat e nevojshme disiplinore dhe ky standard vlen jo vetëm për policët që shërbejnë në 4 komuna veriore, por edhe në mbarë territorin e Republikës tonë. Në lidhje me veprimet e zyrtarit tonë policor, në rastin specifik, do të trajtohen me seriozitet të gjitha deklaratat dhe pamjet e siguruara nga kamerat në atë zonë në mënyrë që të zbardhet çdo detaj i menaxhimit që ka bërë i njëjti gjatë këtij aktiviteti policor. Ekspertët tonë të forenzikës kanë bërë analizat të videove incizimeve dhe po ashtu të fotove që janë marrë gjatë defilimit të maturantëve atë ditë dhe po ashtu gjatë veprimeve të zyrtarëve tonë policor. Prandaj mund të shihet nga kjo që ngjyra në qafën e maturantit ka qenë vendosur para veprimit të zyrtarit tonë policor, gjë që dëshmon se nuk është gjak, por është ngjyrë markeri. Dhe domosdoshmë nuk është shkaktuar ndonjë gjakderdhje gjatë veprimit të zyrtarëve tonë policor gjatë këtij incidenti. Domosdoshmë shifen edhe bazuar në deklaratën e tij të dhënë në polici, që përveç tij edhe demonstrantët të tjerë kanë pas në pjesë të ndryshme të trupit, qoftë në duar, qoftë në krah, qoftë në qafë, domethënë simbola apo shenja të vendosura paraprakisht se metodë ose traditë e maturantëve të asaj pjesë. Këtu shihet vetë maturanti për cilin bëhet fjalë, i cili para se të ndodhë incidenti, domethënë shihet në defilim në Mitrovicën e shesh që ka shenjë me ngjyrë të kuqe në qafë.
Dhe po ashtu kjo është një video e gjatë intervjimit, e cila është ngadalësuar me qëllim që të shifet më saktë dhe më qartë se ngjyrosja e një qafë ka ekzistuar qysh para veprimit të zyrtarit tonë policor në këtë intervenim. Si që thash edhe më herët, i njëjti maturant është intervistuar dje në cilësinë e viktimes dhe po ashtu është trajtuar bashkërisht me babajin e tij, në prezencë të babait e tij është intervistuar edhe i njëjti është fotografuar pastaj nga zyrtarët tonë të forensikës. Edhe shihet që nuk ka ndonjë shenjë të veçantë të dhunës apo në shenjë të lëndimit serioz, ka një shenjë të vogël atë që shihet që është bërë gjatë heqjes së ngjyrës së markerit. Por nuk ka ndonjë shenjë që tregon që ka pasur ndonjë gjakderdhje apo lëndim serioz gjatë këtij ballafaqimit të gjatë ndërhyrjes së policisë. Andaj, bazuar në ato që u prezantuar dhe bazuar në fakte dhe dëshmi, pretendimet se gjakosja e maturantit është bërë gjatë intervenimit të policisë mohohet dhe dëshmohet se ato nuk qëndrojnë si të tilla. Këto dëshmi policia e ka siguruar nga kamerat të qytetit që mbulojnë atë zonë, po ashtu nga videot të shfaqura dhe të publikuara në media gjatë incidentit ku ka vepruar policia, si dhe nga vetë deklaratat zyrtare të dhëna nga personi në prezencë të prindit të tij në polici. Pjesëtarët e policisë së Kosovës në kuadër të realizimit të detyrave të tyre kanë në vazhdimsi cak, jo vetëm i propagandës, por edhe i kërcënimeve nga Serbia. Vetëm se kanë kryer detyrat e tyre, prandaj edhe njoftimi i djeshëm se ndaj policit ton DB është lëshuar një fletarest, është në vazhdim e përpjekjeve dhe përndjekjeve që Serbia ka bërë ndaj policëve tanë duke përfshirë edhe ata të komunitetit serb. E gjithë kjo është një përpjekje, është një përndjekje e policëve tanë dhe kjo propagandë e vazhdueshme e fabrikuar dëshmon se policia e Kosovës është bërë target i sulmeve hibride që burimin e kanë në Beogradin zyrtar. Kërkojmë nga gjithë personat qytetarët që të përmbahen nga kërcënimet në natyrave të ndryshme të adresuara ndaj zyrtarit tonë policor, i cili ka qenë i përfshirë në këtë rast, njëherët ju bëjmë dije se policia e Kosovës të gjitha këto kërcënime do të trajtojë seriozisht dhe në bashkëpunim dhe në koordinim të ngushtë me organet e drejtësisë. Ftojmë po ashtu të gjitha mediat që të informojnë në përgjithësi dhe të verifikojnë burimet e tyre para publikimit të informacioneve që mund të ndikojnë në sigurinë dhe bashkëjetesën në mes të gjitha komuniteteve që jetojnë në Republikën e Kosovës. Policia e Kosovës është një institucion i gjithëve dhe në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim. Lusim qytetarët që të vijojnë të bashkëpunimin në policinë e Kosovës, ashtu si edhe të gjitha palët tjera që të mos bien prej provokimeve që synojnë për shkallëzimin e statës, si dhe të propagandës së Serbisë e që ka në target të vazhdueshëm policinë e Kosovës. Ne do të vazhdojmë punojnë në mënyrë vigjilente ndaj këtyre përpjekjeve dhe përpjekjeve për eskalim të statës dhe me përkushtim e profesionalizëm do të shërbejmë të gjithë qytetarëve tonë pa dallim dhe në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Sa i përket kërcënimeve, zyrtari policor ka pranuar kërcënime në rrjetet sociale, të cilat menaxhohen nga grupet e serbëve në veri, duke bërë thirrje për vrasjen e tij dhe duke kthyer atë në një kofom apo në një xhenazë që kanë thënë ata. Këto kërcënime kanosi do të trajtohen seriozisht nga policia e Kosovës, edhe nuk do të lejojmë që policët tonë të bëjnë cak e sulmeve të padrejta dhe të pavërteta, po ashtu për çdo veprim të cilët policët tonë mund të tekalojnë kompetencat e tyre, ne do të trajtojmë seriozisht dhe po ashtu edhe në rastin e fjalë, pretendimet e tilla ne i kemi adresuar në Inspektoratin Policor të Kosovës për me hetu. Njëkohësisht zyrtari jon policor është transferuar në Botëricën e Jugut me qëllim të evitimit të çfarëdo kontakte të mundshme apo çfarëdo provokime që mund të kishte ndodhur në ditëve vijim. Sa përket pyetjes së reagimit të policisë së Kosovës, siç e thash edhe më herët, edhe në vetë deklaratën e tij, personi në fjalë pranon që ka pas provokime dhe thirrje nacionaliste, edhe pranon që ka qenë ai person i cili ka bërë gjeste provokuese, sipas tij në reagim ndaj provokimeve që kanë ardhur nga një lokal. Tash reagimet policore kanë qenë të tilla me qëllim që vetëm që të mos vijë të eskalimi në mes të dy polëve. Është vështirë për neve nga ky moment të vlerësojmë pse intervenimi ka qenë të tilla apo jo ndryshe. Mirë po është vendim i zyrtarit policor dhe e prurëve të tij që janë në vendin e ngjarjes për të reaguar në momente të caktuara
e parë ndaj këtij materionit me siguri që kjo ka qenë paksa ndoshta më euforik gjatë reagimit të tij. Qëllimi i zyrtarit të policisë ka qenë që ky të ndalet edhe të tjerë të mos provokojnë, mirë po rrethana të tilla raste do të analizohen thellësisht nga inspektorati policor, edhe po ashtu nga menaxhmenti i policisë për të parë mënyrën e reagimit, a ka qenë mënyra më e mirëmundshme apo jo, për thirrjet e tilla janë në kundërshtim me kushtetutën tonë, ligjet aplikative që kemi në Kosovë, sepse bën thirrje për coptim dhe për shkatërim të rënit tonë juridik në gjithë Kosovën, po veçanti në atë pjesë. Defilimet e tilla janë defilime të zakonshme që bëhen edhe nëpër komuna tjera. Këta është e vërtetë që janë të mitur dhe ndaj tyre do të pas kujdes, sepse çdo reagim policor ndaj personave të mitur do të jetë shumë i kujdesshëm, në që të mos provokohet, mos bjetet e lëndimet që mund të jenë ndoshta si pasojë reagimeve, a mund të jenë shtyrë dhe mund të jenë shtym, por derisa të mos verifikohen gjitha rrethonat, ne nuk mund të lëshojmë në spekulimet se dikush i ka shtyr apo jo. Mirë po pse Kosova dhe policia e Kosovës jemi në pjesë e fushatës një luftë hibride kundër prezencës tonë atje, ajo është më së qartë, andaj ne po punojmë që me punë, me profesionalizëm, me dinjitet të ruajmë punën tonë, imazhin e policisë dhe po ashtu të shtetit tonë. Cila pyetje ke tjetër mos? Kërcënime ka pas ndaj zyrtarit. Kërcënimet ndaj këtij zyrtari kanë ardhur në rrjetet sociale, të cilët janë bën nga grupe, nuk e kemi sakt a mund të jenë grupe brenda apo jashtë, por pakte janë bën në këto grupe të rrjeteve sociale që ata komunikojnë mes veti. E nga këtu policia e Kosovës ka siguruar këto dhona, do të analizohet çështja a mund të jenë nga Serbia apo një nga brenda, apo sidoqoftë do të hetohen thellësisht për të parë mundësinë e identifikimit dhe arrestimit personave të cilët kërcënojnë apo kanosin zyrtarët tonë policor, sepse ata duhet të jenë të lirë të kryejnë punën e vet. Puna në veri të Kosovës nuk është e lehtë. Nuk është sikur se çdo punë tjetër, ka peripeci dhe vështirësi të veta, andaj ne duhet të shndrojmë afër çdo policit tonë në mënyrë që punën e vet ta kryejmë me dinjitet, profesionalizëm, edhe të mos krijojmë hapësirë për ndonjë hezitim të kryerjes detyrave, dhe po ashtu do të jemi shumë përkushtuar që çfarë do sjellje e policëve tonë që bien ndesh me rregulloret tona, ne do të marrim përgjegjës ata, do të jemi transparent me masat që kemi ndërmarrë, dhe po ashtu të evitojmë çdo mundësi që autoriteti uniformat të keq përdoret, sepse ne jemi polici transparente, demokratike dhe llogaridhënëse, andaj nuk do të lejojmë që ndonjë sjellje e individit ta dëmtojë këtë imazh dhe po ashtu imazhin e shtetit tonë. Banda do të punojmë që të mos kemi lëshime, gabime që japin dikujt argument për të konsideruar policinë e Kosovës si forcë që nuk respekton ligjin e del jashtë kompetencave dhe detyrave të saj. Ndërsa sa i përket fleta rrezet që autoritetet serbe kanë lëshuar për policinë tonë, ne do të kemi kujdes sepse nuk është rasti i parë, ne kemi pas arrestime të shumë policëve tonë të cilët kanë udhëtuar nëpër Serbi, duke përfshirë këtu edhe vetë policët serb, madje edhe zëvendëstori i policisë së Kosovës, Zavenci është arrestuar, është mbajtur për disa ditë në Serbi të vitit që shkoi. Kështu dihet qartës që ne nuk kemi të mirëpritur atje, mirë po kjo nuk na zbrapsë me këto detyra tona. Autoriteti i Serbisë në Kosovë ka premtuar në autonomën, atëherë kur edhe në fut forcën e Kosovës, pastaj na jemi fsheti pa orë, që ata nuk kanë ndonjë kompetencë ligjore mbi territorin tonë. Ne i përgjigjemi vetëm gjykatave tona, po ju autoritetet serbe.